Gjendja e shkollave, higjiena, struktura e shkollave, vjetërsia brenda dhe shumë shpesh kërkojnë që prindët të investojnë në ato shkolla, ndërkohë që është detyre komunës shumë të tjerëve që të merren të sanojnë ato probleme që ndodhen brenda shkollave, në fundit edhe të ketë donator të jashtëm, bizneset të cilat mund ndihmojnë në këto raste, po jo prindët që shumë shpesh shumica e çifteve janë edhe me të ardhura minimale për shembull dhe detyrohen të rregullojnë shkollën. Për fat të keq është kjo, do thotë që shkollat ju që e keni drejtuar ka qenë shumë e mirë në këtë drejtim. Si e keni bërë ju? Çfarë duhet bëjmë? Ajo është menaxhimi me financat, është plani financiar është shumë rëndësi. Çdo shkollë ka mundësitë financiare, vetëm se menaxhimi dhe plani financiar do të përgatitet konform do të thotë strategjive, planit programit zhvillimor që kanë shkolla. Konform do të thotë evaluimet dhe vetë evaluimeve shkollore, të dhënave të prindërve, kërkesat e prindërve dhe nxënësve dhe evaluime integrale që jepen se çka janë mungësitë, ngësitë dhe rekomandimet. Pikërisht ka mundësi. Pra po thoni profesor që çdo shkollë ka resurse për ta mirëmbajtur shkollën. Po ku shkojnë këto pare? Jo, tash nëse fajsojmë atë mirë, po varësisht për vitit do thotë këto mjetet buxheti financiar do thotë i shkollave nuk është i njëjtë. Kriza shtetërore bën që se ato buxhete janë të cilat financohen do thotë komunat, po ato mjetet, mirë po ato mjetet vinë nga Ministria e Financave, do thotë janë të dhëna të cilat kanë të bëjnë që mbarën nga buxheti i cili do thotë përcaktohet për çështje arsimore, edhe për shëndetësinë, për arsimin e kështu me radhë. Mirë po, mbaret se si orientojsh. Do thotë dikush, shifem, menaxhimin që e bën për çështjen e shkollës, dikush orientohet në infrastrukturë. Dikush ma tepër angazhohet për çështje, orientohet për çështjen e resurseve. Do thotë mjeteve didaktike, kërkesave të fëmijëve e kështu me radhë, ku do thotë këto bën konform programit zhvillimor. Atë asesi, do thotë mund të ketë donacione të ndryshme, mund të ketë dikush ka dëshira, po jo për gjëra prindët. Prindi ka të lashët e veta, sistemi është i tillë arsimor dhe ligjet janë të tilla që shkollimi i fëmijëve, arsimi fillor mesëm është dihet i garantuar, pa pagesë, kështu me radhë, edhe nuk duhet të ketë angazhime për çështje financiare të prindërve.